Nga Gjakova shkojmë në Gryk Trugovës, rrës bjeshkëve madhështore, te lulja e Dugazhinit, peja e Beslidhjes, peja e traditës dhe e krenaris, por edhe peja e punës dhe e turizmit. E pranë pej, kur ta bëjmë kryetar një djalë shembullor si Taulant Kelmendi, unë si kryeministër zotohem se do të merrem vetë personalisht për të realizuar qendrën turistike Borea. Prej 13 vitesh e kanë premtuar ata tjerët. Nuk e kanë bërë as kur kryeministrin e kanë pas vetin, e as me mua, sepse ata janë të premtimet boshe e jo të puna reale. Një mandat i mjafton Taulant Kelmendit që lulja e Dugazhinit lullzoj e që peja të ngrihet krenare e të ftoj turist nga Kosova, e Shqipëria, nga rajoni dhe nga e gjithë Evropa. E ftoj Taulant Kelmendin që t'ju drejtohet me një fjalë rasti. Falenderit. Falenderit gjithë qytetarëve që janë me ne sonte këtu. I nderuar kryeministër, falenderit shumë që pas 12 vjetëve me 12 tetor në pej sollëm shpresën dhe jemi në balotazh. Këtë shpresë me 9 nëntor do ta kthejmë në fitore e fitore në punë për pejen funksionale, pejen e mirëqenies e pejen turistike. Bashkë me juve si kryeministër, bashkë me ekipin tim, do të angazhohemi qysh në 100 ditë e para të qeverisjes tonë të bëjmë punë e jo fjalë e premtime boshe. Do të fillojmë me projektin e platformës Lagja ime, fshati im, ku secili komunitet, në secilin fshat e në secilin lagje do të ketë mundësi të prioritizoj projektet e veta infrastrukturore. Do të fillojmë me projektin e shtrirjes së rrjetit të ujësjellësit në 28 lokalitete. Nuk ka kuptim që peja qyteti i dytë me burimet e ujit të pijes prap në vitin 2025 të mos ketë ujë të pijes. Do të zgjedhim një herë e mirë problemin e mbeturinave dhe qendrëve e ndarcak. Do të fillojmë me projektin e fizibilitetit për kanalin e Çokolicës. Do të fillojmë me projektin e pastrimit të qytetit, pastrimit të rrugëve, rrugicave e lumenve. Do të fillojmë me projektin e 5 qendrave të mësimit plotësues e qyteti i kulturës do të hapë teatrin në vitin 2025. Po ashtu do të funksionalizojmë kineman e qytetit, e cila ka tash e 8 vite që nuk shfaq asnjë film. Bashkë me kryeministrin Kurti, bashkë me qeverin tonë, po ashtu do të fillojmë që në 100 ditë e para rrugën, ndërtimin e rrugës Pej Kuqish Qakor. Të dashur qytetar, e të dashur qytetar të pejes, me 9 nëntor përpara vetës e kemi një fletvotim i cili është më i vogël se fletvotimi i 12 tetorit. Ai fletvotim i ka 2 opsione. 2 opsione, po që njeri është problemi e tjetra zgjidhja. Gazmen Muhaxheri, kryetari i vjetër e i vjetruar, i nënshtruar nga lakmia e tij nga grupi i interesit, i nënshtruar nga Karriçit, nga vëllezërit Karriç, e i nënshtruar nga patriarku Porfiria. E në anën tjetër zgjidhja, hapja e kapitullit të ri të pejes, hapja e kapitullit dinitetit, mirëqenies e perspektives për secilin gjenerat në qytetin tonë. I ftoj gjithë qytetarët e pejes na bashkohen këtë rrugtim për te subjekteve politike ta bëjnë ndryshimin e pej që të bashkëpunojmë, bashkëqeverisim e të fitojmë. Përpara për fitore.